flasim për lojra kompjuterike virtuale. Blox Fruits, që është një lojë aksioni. Por si gjithmonë, specialistët e internetit thonë se një aplikacion i ri që del, apo një trend kaq i madh sa Robloxi, ka përfitime, ka efektet pozitive, por edhe negative. Atëre, nisim nga lajmi mirë, lajmi keq, lajmin e mirë. Këto janë disa nga drejtimet ku Roblox mund të sjellë pra përfitime, siç po thonim. Krijimtaria dhe dizajni i lojrave Roblox i lejon përdoruesit që të krijojnë lojra dhe eksperienca pra fëmijët. Kjo i tregon fëmijës që këtu ka ide për programin, dizajnin, mendime që lidhin apo zgjidhin probleme. Mësimi i bazave të kodimit për fëmijët që ndjehet të tërhequr nga teknologjia mund të jetë një tjetër mënyrë hyrëse për të mësuar konceptet themelore të kodimit, logjikës së skripteve, ndërveprimit përdorues lojë. Pra, fëmia mësohet me diçka konkrete, edhe pse virtuale, por për sa i përket të konkretizimit të një ideje që e shikon në atë lojë. Është socializimi një pikë tjetër që nga njerëzit e internetit apo nga mjeshtrat e internetit njihet si pozitive, socializimi pra dhe bashkëpunimi. Në disa raste fëmijët bashkohen me bashkëfushatarët në lojra, punojnë së bashku, ndërveprojnë. Kjo, kur kjo udhëhiqet mirë, përfshirja sociale mund të jetë pozitive, por gjithmonë në kontrollin e prindërve. E mira është edhe sepse fëmia përballet dhe me vendimmarrje dhe menaxhim burimesh. Në shumë lojra Roblox, përdoruesit duhet të përzgjedhin si të përdorin burimet që kanë, për shembull koha, valuta virtuale, apo përmirësimet që mund të bëjnë lojës dhe mund të stimulojnë mendimin strategjik tek fëmijët. Specialistët thonë që t'jep edhe vetbesim dhe arritje. Pra të arrish të përfundosh një projekt ose lojë që vetë ke ndërtuar dhe mund të krijojë një rritje të vetbesimit. Fëmia thotë që po, këtë lojë e kam përdorur